Në botën e artit, emrat të veçantë lënë gjurmët e tyre jo vetëm përmes paraqitjeve publike apo roleve të tyre, por edhe për qëndrimet e tyre, pasionet, por edhe gjithçka që ata i përfaqëson. Sot këtu para meje kam aktorin Dardan Gashi. Dardan, faleminderit që pranuat të intervistë. Me kënaqësi, ke kënaqësi për mua më ardhur në intervistë me juve. Faleminderit. Dardan, rrugtimi yt në art është shumë dimensional. Si do ta përshkruanit ju rrugëtimin tuaj? Unë konsideroj vetëm ende në fillimet e rrugtimit tim artistik. Shpresoj të mos jetë ky përfundimi, të jetë një pjesë e mirë ku të vazhdoj më shumë ende me artin. Dhe mendoj që tash ka qenë një rrugtim shumë i këndshëm, i dashur për mua. E kam përjetuar me shumë kënaqësi, kam arritur me pas një dashuri, me përjetuar një dashuri shumë të madhe për njerëzve, sidomos për moshave të reja, për fëmijëve, që është një emocion shumë i veçantë dhe i madh për mua. Arti perceptohet shpesh në trojet tona si i zbrazët, si diçka që nuk përfaqëson një mesazh. Paktën kështu është perceptimi i shumicës. Si e perceptoni ju artin? Fatkeqësisht ka diçka në vërtet në këto që është thonë në vendin tonë. Realisht arti sot për sot pak për artistëve përfaqësojnë kauzë vërtet për mas, gjë që nuk ka qenë e zakonshme as vetë shqiptarët. Rindja shqiptare, shumica e rindjes shqiptare kanë qenë artista, letrarë, dhe kishin një kauzë veçantë. Dhe arritën të bënin me atë kauzën e tyre shumë ndryshime për popullin shqiptar, ndërsa artistët e sotit pak gjenë që mund të kenë kauza për mas, dhe kjo qëndron ndoshta. Mesazhi i artit në kuptimin e kauzës ka një mungesë që duhet artistët të reflektojnë dhe ta kthejnë atë kauzë, në atë kauzën që ai beson. A ka arritur sipas jush arti sot modern të trajtoj apo edhe të ngadalsoj dukuritë deviante në shoqëri? Është e vështirë që dukuritë negative të jenë të luftuar vetëm përmes artit. Arti është një indici që mund ngrit në debat, e duhet institucione të tjera, shteti, të luftojë dukuritë negative. Unë besoj që ka pas një disa hapa për sidomos që prej serialeve ose prej artit skenik që të ngrisë debate për dukuri të tilla. Për shembull, që seriali ku jam unë flet për një botë politike të korruptuar, për një familje që nuk duhet të jetë shembull i familjeve, por të ngritë një problem mbi to, qoftë për dhunën në familje, qoftë për korrupsionin, shumë dukuri të tilla ne i cekim. Ish dosh të ngrihet debat, apo e kemi ndikim? Jo, nuk kemi arritur të kemi ndikim shumë të madh. Duhet ndoshta edhe arti, po edhe shoqëria në përgjithësi të jetë më organizuar për të luftuar dukurinë negative. Dardan, në botë po ndodh një gjenocid i papërshkrueshëm nëpër masa, siç e dim gjithë nga ajo që pasqyrohet nga ana e mediave. Pra, është fjala për gjenocidin në Gaza të Palestinës. Si e komentoni ju, si e përshkruani atë që po ndodh atje? Me fjalë për gjenocidin, nuk hiç ka folë, gjenocidi është diçka që shihet dhe vrehet. Realisht Gaza ka arritur me shpërfaqe për krizinë e botës. Ma shumë se sa vrasjet e fëmijëve të grave që po e shohim atje, po e shohim një botë hipokrite. Po e shohim një botë që ka një fasadë të jashtme me këtë tjetër, me çka ajo proklamon për lirinë. Domethënë, me ato që është substancialisht e vërteta për botën, për shtetet e mëdha, për vendet që pretendojnë që e marrin Kombet e Bashkuara. Pse janë formuar Kombet e Bashkuara? Janë formuar për të ndalë gjenocide, për të ndalë luftra. Domethënë, gjitha këto shihet që funksionojnë vetëm në interesat të ngushta të vendeve të caktuara. Dhe Gaza është shpërfaqja më e madhe. Domethënë gjenocidi që ndodh me Gaza është gjenocid që ndodh njerëzimit. Jo vetëm palestinasëve në Gaza, po ndodh gjithë neve ku po e shohim këtë hipokrizi. Shpresojmë të mos vim pozitën e tyre, shpresojmë që Zoti t'i bëjë zgjidhje aty, edhe padyshim që do të bëj. Ashtu që bëri Musaj. Do i hap detin, kam ja hap detin edhe këtyre. Edhe ashtu që fundosi faraonin, do t'i fundosë edhe ata që bojnë në Gaza. Dardan, ju përpos profesionit të aktrimit jeni edhe një besimtar praktikant, ashtu nuk e fsheni këtë fakt edhe në paraqitjet e tua publike. Por duam të dim se çfarë roli ka besimi në jetën tuaj. Unë besoj që besimi nuk ka një rol, është substanca e jetës së njeriut. Domethënë unë besoj që ne jemi krijuar për të ardhur në këtë botë, për të adhuruar Zotin, edhe unë besoj që besimi, ose të paktën tonë, është ai që lëviz çdo gjë. Mbi pa besim, unë jam i thatë, i zbrazët. Kështu që nuk mund të them që është vetëm një faktor, po është gjithçka, substanca. Dardan, ka raste kur arti paraqitet të sjell tema që kanë të bëjnë edhe me fen, por në këtë rast nuk mungon edhe tallja. Cili është qëndrimi yt ndaj kolegëve tua, ndaj përgjithësi atyre që tentojnë në farë mënyrë të tallen me artin? Të tallen me fen në fakt përmes artit. E para mendoj që
mendoj që në përgjithësi ka një kujdes këtë punë, nuk është shumë e përhapur kjo çështje. Ka një kujdes ndaj fesë, shumica e popullit janë të kujdesshëm dhe e ruajnë shenjtëninë e fesë për të mos rrshitur në talje. Por ndryshe, mendoj që duhet s'pari të sqarohet kjo tema e taljes mes humorit, pikat e ndarse ku janë. Talja ka për qëllim përçmimin, në nënçmimin e diçkafit. Kështu që qëndrimi jam për taljen me fenë është ai që vetë feja vetë Zoti e ka përcaktuar, domethënë është pjesë heretike, nxjerr për besimit. Është mëkat për mëkate më të mëdha që mund të bësh. Talje me diçka hynore. Që dikush e trajton si çaj. Që dikush e trajton si çaj, edhe shumica e popullit tonë trajton si çaj. Qoftë besimi musliman, po qoftë edhe besime të tjera. Në një botë ku gjithçka është e komercializuar, a ndjeni të sfiduar ti mbroni ato vlera që përfaqësoni? Nuk besoj që mund të ketë pas në një periudhë kohore ku njerëz që kanë proklamuar vlera nuk kanë qenë sfiduar. Kështu që pjesa e sfidës, edhe pjesë e kësaj botës është sfida, në sens. Nuk mundna më zhvesh prej sfidës. Nuk ka njeri që nuk sfidohet ose sprovohet. Kështu që kjo është diçka normale që ndodh. Unë besoj që njeriu duhet të marrë masat të ketë një qasje të duhur ndaj sfidës, e jo të pretendoj të i zhduk sfida, sepse sfida është pjesë e jetës tonë, kështu që edhe në këtë kohën tonë sfida është prezente, po unë mendoj që ana komerciale edhe materializmin jo vetëm në art, por në çdo sferë të jetës është ka dominon jashtëzakonisht shumë dhe shumica e problemeve vijnë për një qasje të jetë materialiste. Dardan, për fund, çfarë mesazhe tentoni të përçoni përmes aktrimit, ju personalisht? Realisht, aktrimi është... Unë jam aktor dhe personifikoj shumë rolin në projekte ndryshme dhe jo gjithmonë mesazhi është i njëjtë. Aja që ka pretendoj të bëj edhe të zhvilloj me artin tim është të qëndroj me kornizave të besimit tim, me kornizave të vlerave, që unë ju konsideroj vlera, dhe të jem tek mesazhet që kanë vlerë në sens. Në ato që nuk besoj që janë vlera, nuk besoj që kam qef me kanë pjesë e mesazheve të tyre. Faleminderit shumë, Dardan. Gjithashtu ke kënaqësi, mirë se keni ardhur në pjesëpim. Faleminderit.